Studentët që këtë vit do të zgjedhin të studiojnë në degët e bujqësisë dhe blegtorisë në shkollat profesionale do të përfitojnë bursa nga qeveria shqiptare. Lajmi është bërë ditur nga Ministri i Mëshienjës Sociale dhe Rinisë Erion Veliaj gjatë një inspektimi në shkollën e mesme bujqësore Rakip Kryeziu në Fier, ku edhe ftoi të rinjtë e zonës së Myzeqes të frekuentojnë këto degë. Dhënia e bursës nënkupton mbulimin e gjithë shpenzimeve rezidenciale, ushqimet dhe të fjetjes, çka do mundsonte që shumë të rinj që vinë nga zonat rurale dhe duan të shkollohen në këtë shkollë model të qarkut Fierit, kanë mundësi ta bëjnë këtë pa një kosto shtesë për prindrit, po përkundrazi duke marrë një bursë plot dhe duke kthyer të gjithë këtë investim në fermat e tyre apo në bizneset që ne presim të hapen në bujqësi dhe në blegtori. Duke qenë se nga nesër datë 1 shtator fillojnë regjistrimet në të gjitha shkollat profesionale të vendit, Ministri Veliaj tha se bujqësia dhe blegtoria sot janë dy fusha ku investimet po rriten në vendet europiane. Në fakt, sa më shumë integrohemi në Bashkimin Evropian, aq më shumë kuptoj që bujqësia është një nga sektorët që vetëm po rritet në financime, është një sektor gjithashtu që po shikon bumin më të madh. Shumë investitorë tuaj po kërkojnë të përdorin tokat në Shqipëri, klimën në Shqipëri, por nuk gjejnë staf të kualifikuar as në bujqësi, as në blegtori. Shkolla e mesme bujqësore Rakip Kryeziu në Fier u jep mundësi nxënësve të marrin një arsim profesional dhe njëkohësisht jep njohuri dhe aftësi praktike që i nevojitet një fermeri, veterineri dhe tekniku të mesëm.